Edhe një për fillimit Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allahu im, me të vërtet ti e ke zbritur Kuranin. O Allah, madhëroje dëshirën tonë ndaj teje. O Allah, bëre Kuranin dritë në shikimin ton dhe shërim për zemra tona. O Allah, na largo brengën dhe dëshprimin nga ne. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kuran. O Allah, zbukurona fytyra tona me Kuran. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kuranit. O Allah, leximin e Kuranit peshoje rëndë në peshoret tona. O Allah, na bëj të mundshme leximin e Kuranit edhe ditën edhe natën. O Allah, na ringjall me profetin Muhammed, familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. Pranosh. Gjyzi i 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العلي العظيم. I mbështetem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar, në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Qoftë lartësuar ai i cili e shëtiti robën e vet natën prej Mesxhidi Haramit deri në Mesxhidi Aksa, rrethinën e të cilit e kemi bekuar në mënyrë që t'i tregojmë disa argumente tona. Ai me të vërtet dëgjon dhe sheh shumë. Kurse Musaut i dham librin dhe bëm udhërëfim për izraelitët, ashtu që të mos marrin tjetër kë për Zotin në vend timin. Ju pasardhës që ju kemi bartur me Nuhin, ai për një mend ishte një njeri mirënjohës. Dhe ne ua kemi normëzuar përcaktuar në libër izraelitëve, ju me siguri do të bëni 2 herë turbullira në tokë dhe do të bëheni mendje mëdhej për te mase. Pra këtu në këtë verset është përmendet se izraelitët, mirë po jo izraelitët e një shteti, e një kombi të krijuar, pra si që janë në Izraelin e sotshëm,
që ata janë kriju si kombë prej vitit 1948, kur kanë shku në vendin e quajtur në Palestinë, pra nuk flitet për izraelitët e sotshëm. Po, kur themi këtu në Kuran, në gjuhën e kuranore, nuk thuhet Beni Izraile, pra me zë, po është Beni Israile, pra me së, që do të thot janë 12 fiset e jahudive, hebrejve të asaj kohe, që janë ehli kitab, që janë edhe pronarët e librit, që i ka ardhë edhe atyre, si që na ka ardhur neve Kurani, edhe atyre i ka ardhur Tevrati, Zeburi. Prandaj kur përmendet në Kuran izraelitët, me së, pa marrë parasysh që këtu në gjuhën shqipe, për fat keq, çdo njeri prej tyre e kanë përkthy me izraelitët, dhe kjo aludon në Izraelin e sotshëm, pra kombin izraelit, të vetë quajtur, të vetë krijuar, sepse ndërkaq në Kuran janë Beni Israile, janë pasardhësit e Jakobit, pra Jakubi është babai i Jusufit a.s. nga i cili rrjedhin 12 fise, pra 12 djemtë e tij, e kështu me radhë. Prandaj këtu përmendet që në shekullin 7 mbreti Babilon i kam poshtë pra këtë popullin e Beni Israelitve në Babiloni, dhe e kam poshtë pra edhe Palestinën në këtë vendin e shetë, dhe shpak, ta gjajmë si mas profesor doktor Feti Mehdiut, i cili e thot kështu, pra dhe shpak 105, thot mendohet në këta jetë se 2 herë ky populli Beni Israelitve kanë bërë turbullira në tokë dhe do të bëheni mendjemdhej për te mase. Pra, flet për popullin Israelit. Profesor Dr. Feti Mehdiu, në faqen në fundit, në fusnotën e 105, thot kështu: mendohet sipas të gjitha gjasave që ndodhin kur mbreti i Babilonit në fund të shekullit të 6 para erës son, e mposhti Palestinën, e shkatroi tempullin në Jerusalem dhe me mira ebrej i futi në robërin e babilonasëve. Pra, bëhet fjalë, të kemi të qartë, bëhet fjalë për popullin e Beni Israelitve, pra fëmijët dhe pasardhësit e Jakubit a.s. e jo për popullin kombin Izraelit. Vazhdojmë. Pastaj ju kthyhen për së dyti kundër atyre dhe ju përforcuam me pasuri, me meshkuj juve u bëm shumë në numër. Kur Jusufi a.s. ishte në Egjipt, me bashkëpunonte me faraonët, ai në Kenan, në Palestinë, pra ku ishte baba i tij edhe 11 vëllazërit e tjerë, aty kishte shumë varfëri, dhe nga ky ajet thotë pastaj ne i kthyem për së dyti kundër atyre dhe ju përforcuam me pasuri, pra kundër faraonëve, Zoti e përforcoi kabilen e Jakubit a.s. dhe ata emigruan nga Palestina në Egjiptin asaj kohe. Prandaj vazhdojmë. Nëse veproni mirë, e bëni për vete, e nëse bëni keq, përsëri e keni kundër vetës tuaj. Dhe kur erdhi koha e premtimit të dytë, atëherë le t'u amrolin fytyrat tuaja dhe le të hynë në xhami sikur herën e parë, dhe le të shemben me themel gjithçka që kanë ngritur.
kjo është prap një fusnot me sa duket këtu mendohet për kohën kur romakët në shekullin e parë, para erës son, e kanë pushtu Palestinën. Do me thënë që beni Israelitët kanë qenë në këtë vend, edhe pse janë dëbu në Egjipt, pra këta e kanë pushtu Palestinën dhe e kanë shembë prap tempullin në Jerusalem. Kurse një numër të madh ebrej i kanë vrarë ose i kanë robruar. Dhe pastaj kjo surja El Isra nënkupton që me ardhjen e profetit Muhammed u ripërtri fjala e Zotit nga se profeti Muhammed nga Mesjidul Aksaja ku gjendet sot pra në Palestinë, ai e vazhdoi udhëtimin e tij, miraxhin për tek Allahu i lartësuar, ku atje u taku me të gjithë profetët dhe atje u taku me të gjitha krijimet që i kishte Zoti dhe i kishte bërë Zoti, gjithashtu u taku edhe në vendin xhenet e xhehenem e të gjitha. Prandaj shpeshherë njerëzit thonë, po kush ka qenë në xhenet me na pa, që po na tregoni ju për xhenetin apo për xhehenemin. Ju du të thoni, po ka qenë profeti Muhammed, edhe detaj për detaj e kemi të përshkruar se çka ka pa profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, në botën tjetër. Pra, e ka pa edhe xhenemin, edhe xhenetin, edhe mundimet, edhe përgatitjet, edhe të gjitha krijimet që Zoti i ka bërë në botën tjetër, sepse ne muslimanët, krishterët dhe hebrejt që jemi fetë ibrahimike, ne besojmë në botën tjetër dhe ne nuk besojmë sikurse budistët që për reinkarnimin, pra që shpirti im nëse ka qenë i keq, që se ka qenë i lik, ka mu shëndru në një krijesë si ujku. Pra shpirti im nga një krijese, njeri unë e vdes dhe shkon të një ujku, hynë në këtë botë. Ndërka që besimtarët musliman, krishter dhe hebrej, ne nuk e besojmë në këtë mënyrë reinkarnimin. Po nëse Zoti mu ma ka dhonë shpirtin, edhe trupi jem mund të bëhet pluhur e hi, mirë po shpirti im as nuk plaket, as nuk rinohet. Por natyrshmëria ime që ma ka dhënë Zoti në barkun e nënës dhe në që e kam kriju e kam zhvillu veten time me bindje sipas rrethit dhe kulturës familjes që ma kanë dhënë prindrit e mi, atëherë sipas asaj ne e kultivojmë, e rrisim, e ngrisim shpirtin ton dhe e përulim, e poshtrojmë deri në nivelin e kafshës. Prandaj i njëjti shpirt mbetet i njëjtë edhe në një botë tjetër të cilët besimtarët, si të krishterë, si musliman, si hebrej, e presim me padurim. Vazhdojmë. Ndoshta Zoti juaj do t'ju mëshirojë nëse ju prap filloni, do t'ja fillojmë edhe ne. Pra, e ka punën për beni Israelitët, jo Izraelitët e sotshëm. Kurse xhehenemin e kemi bërë burg për mosbesimtarët. Ky Kur'an pa më dyshje çon rrugës së drejtë dhe më të përshtatshme dhe përgëzon besimtarët të cilët bëjnë vepra të mira se i pret shpërblim i madh. Kurse për ata të cilët nuk i besojnë botës tjetër, kemi përgatitur dënim të dhëmshëm. Njeriu edhe me anë të lutjes për mirë lyp keq. Njeriu është shumë i vrullshëm edhe gjak nxehtë. Prandaj kur lutemi shpeshherë edhe profeti na mëson se shpeshherë njerëzit ne kërkojmë diçka që është e dëmshme për neve. Prandaj profeti thot, unë nuk flas asgjë nga mendja ime, por illa wahyu yuha. Veç ajo që kam vjen shpallja nga Zoti. Dhe Zoti po thot pra, njeriu me anë të lutjes për mirë lyp keq, se nuk e din çka po kërkon. Njeriu është shumë i vrullshëm dhe gjak nxehtë. Prandaj edhe natën
edhe ditën i kemi bërë 2 argumente. Shenjën për natë e kemi fshehur, kurse shenjën për ditë e kemi bërë të dukshme, në mënyrë që të mund të kërkoni mirësit nga Zoti juaj dhe që ta mësoni numrin e ditëve dhe të llogariturit. Në çdo send e kemi sqaruar me hollësi. Pra, kur kemi ditë e natë, na mundemi edhe me i llogarit vitin, ditët, javën, muajin. Pra, ky thot Zoti është argument për juve që keni mend se po vjen nata, po hik dita, po vjen mëngjesi, po hik nata. Kjo pra është argument se a kish mund dikush me ndalë natën mos me ardhë dita? Jo, përveç Zotit. Lexojmë, vazhdojmë. Dhe secili njeri atë çka e ka bërë, do t'ja varim në qafë dhe në ditën e gjykimit. Do t'ja tregojmë një libër të hapur. Pra, kiramen katibi janë 2 engjuj të cilët shkruajnë veprat e mira në anën e djathtë dhe veprat e liga në anën e majtë. Çdo më thonë, çdo vepër që kemi bërë të mirë dhe të keqe do ta kemi të vjerur në qafë dhe do ta keni një libër të hapur. Vazhdojmë. Lexo librin tënd, sot të mjafton vetvetja kundër teje që të japësh llogari. Nëse ke punu keq, nëse pra ti veprat e tua, sikurse në surën Yasin, thotë ka me fol goja kundër teje, ka me thonë o Iqballi, pse ke keq përdor gojen? Pse ke keq përdor dorën? Pse ke keq përdor gjuhën? Pse ke keq përdor syrin tënd duke shiku haram? E tjera, këmbën tënde. Pra, çdo gjymtyr, çdo organ i trupit do t'jetë kundër njeriut, sepse edhe stomaku e ka të drejtën e vet tek une. Nëse unë e mbush stomakun, barkun e mbush barkun ma shumë se sa çka duhet, normal që unë do ta smuj veten time. Prandaj stomaku, barku mua ka me më gjyku. Pse unë e kam sëmur? Sepse Zoti në Kur'an thot kulu, veshrebu, vela tusrifu. Hani, pini, mos e teproni. Gjerisa Zoti na ka kriju dhe na ka dhënë udhëzimin se si ta përdorim këtë trup, këtë organet e trupit, normal që ato do t'i japin organet e trupit ne do t'i japim llogari se si i kemi përdor. Qoftë ato çdo organ të trupit, prej synit, prej e tjera, e dini çapo du me thonë. Lexo librin tënd sot, të mjafton vetvetja kundër teje që të japësh llogari. Kush shkon në rrugës së drejtë, ai shkon drejt për vete. Kurse kush e humb në dëm të vetit dhe asnjë mëkatar nuk do të bartë mëkatet e tjetrit. Ndërsa ne nuk kemi dënuar asnjë popull pa u dërguar pejgamber. Shikoni, ne tek gojthënat e tona shqiptare ndonjëherë thot që ka qenë gjyshi i tij i keq, i lig, edhe tash edhe nipi edhe stërnipi po e vuan. Jo, Zoti thot, çdo kush thot e bart mëkatin e vet. Mëkatin e vet. Por mundet me qenë vetëm me kap mallkimi i babës tem, mundet mua me më kap. Për shembull, nëse baba im e ka marrë, e ka uzurpu me mashtrim, me hajni një tokë të Kojshis, edhe unë në tokën e huj, pra, e kam ndërtu shtëpin time, edhe aty normal që unë ai vend është i mallkuar, sepse është marrë me pa drejt, sepse Zoti në Kur'an thot, lanetullahi ale dhalimin. Zoti i ka mallku zullumçarët. Prandaj, nëse gjyshi jem e ka bo një vepër
Harami, për shembull, ka uzurpu tokën, e morëm si shembull, dhe nëse unë nuk e di atë vepër që dikush e pas ka uzurpu, normal që Zoti mua ma fal edhe unë e vazhdoj jetën mire ma mirë, sepse nuk e di çka ka bo gjyshi jem. Dhe këtu Zoti thot, çdo kush e merr mëkatin për veti. Por nëse unë e di që gjyshi im ka qenë hajn, ka uzurpu tokat, i ka ble tokat, ka 5 euro arin, i ka uzurpu tokat e fukarave, është bo pasanik ka marrë rogën 7-8.000 euro, ase ka meritu as 700 euro, e tjera, kretin nëse unë e di që stërgjyshi jem ka qenë hajnë, edhe unë e kam dërtu pasunin mbi tokën e uzurpuar që gjyshi jem e ka marrë, atëherë ta din që edhe ti je pjesë e mallkimit të atij fukaras, atij zullumçar, atij të shtypurit që gjyshi jot ka qenë zullumçar, sepse Zoti thot lanetullahi ala dhalimin, mallkimi qoftë për mbi zullumçarin. A për ndryshe, gjunahet çka i ka bë baba jem, unë s'kam lidhje me ata, pra mos e besoni kështu, unë sa e di në krishterizëm, gjunahet bartën prej gjyshit të djali, prej djalit të nipi e kështu me radhë. Ndërka që në Islam, sipas Kuranit, gjunahet nuk bartën. Çdo kush i kemi të mirat, këqija të vjerora në qafë, dhe përpara i kemi librin e hapur. Ndërsa ne nuk kemi dënuar asnjë popull pa u dërguar pejgamber. Tash dikush thot, po pse Zoti neve me na dënu, kur na nuk i kemi ditë. Po, veç Zoti thot, na nuk e dënojmë asnjë popull, derisa nuk i dërgojmë pejgamber, derisa nuk i dërgojmë profet. Prandaj edhe në xhungëll një person, një kabile që jeton në xhungëll, atyre nëse nuk i ka shku fjala e Zotit përmes pejgamberve, pra nuk kanë dëgju për fjalën e Zotit, Zoti atë popull nuk e dënon, sepse nuk i ka dërgu në atë pjesë pejgamber, po e kanë pas një plak katundit, edhe ai i ka ndëshku njerëzit, për shembull në xhungëll, nëse hyn një i huaj, edhe nëse nuk janë burë e grue, i marrin, i mysin, i bajnë e tjera, janë ato normat e xhungëlls. Pra, kur dëshirojmë që ta zhdukim një qytet, atyre që janë aty dhe janë dhënë pas luksit dhe bëjnë mbrapshti, i lëshojmë që të humbin në theqafje. Pra, i kanë vishu, janë mas luksit, bëjnë lloj festivale, koncerte, e tjera, thot Zoti i lëshojmë që të humbin në theqafje, pra me theqafën e vetë. Me lloj smundje, me lloj infektime. Zbatohet fjala edhe në kundër tyre dhe e shkatrojmë me themel atë popull, pra të cilët nuk dëshirojnë, jetojnë në luks dhe nuk dojnë me një fjalën e Zotit. Dhe sa brezni kemi zhdukur pas Nuhit a.s. dhe mjafton që Zoti i di dhe sheh mëkatet e robërve të vetë. Kush e dëshiron këtë botë, ne kujt të duam i japim shpejt çka të dëshiroj, por pastaj i përgatisim xhehenemin, në të cilin do të digjen të turpëruar e të përulur. Pra, ka dikush thot, çfarë me botë tjetër, hajde bre një jetë kemi, çfarë botë tjetër, leni këto prallat, na ishte se që na ishte. Pra, ata nuk i besojnë botës tjetër. Dhe një njeri kur nuk i beson botës tjetër, ai është në gjendje me arte, pasunia, pa pik frige, sepse ai nuk e din që ka mund dëshku edhe në botën tjetër. Por këtu thot Zoti, unë i la, thot, ata mos t'i besojnë botës tjetër, po dhe të bëjnë luksin e vetë, të bëjnë të gjithat mirat, po i lën derisa ta thejnë qafën, në the qafje, pra. Komplet pasunia e tij i humbet ose e vazhdojnë nipat e stërnipat një pasuri të mallkuar, sepse një pasuri që e fiton ti me drogë, me alkohol, ajo pasuri nuk ka bereqet. Ajo pasuri është si valë të detit, është shumë e madhe
po kur vjen në bregdit bëhet shkum, humbet, ndërka që pasuria në emër të Zotit, ato janë sikur se perlat, diamantet që gjinden mrenda në oqean, edhe kur ndonjëherë ngriten baticat e oqeanit të ndohet, atëherë të gjitha këto gurë të çmuar i qetë për edhe bregdetit. Sidomos tash që është teknologjia dhe në fund detit shkojnë i marrin këto diamante. Prandaj duhet ta kuptojmë se njeriu besimtar ka një pasuni e cila mund ta ketë edhe pasunin me luk sepse punon, mirë po nuk e lën namazin. Punon, nuk e mashtron kërkon, po këta tjerë që nuk besojnë, këta e dëshirojnë vetëm këtë botë dhe kështu që Zoti thotë ja jap këtë botë derisa t'ja shkatroj në temel. Vazhdojmë. Ndërsa kush e do atë botë dhe është besimtar, përpiqet ta meritojsh një pasuni, ajo veç me të ardhë prej bigjozit, prej alkoholit, e tjera. Prandaj për moteleve, këto prostitutave, prandaj përpjekja e tyre do të jetë e mirënjohur. Kanë një njoftë përpjekjen e tyre gjysh e stërgjysh, që kalon pasuni apo kalon veprat mira. Të tërën dhe njerëz palë edhe tjetrës i japim dhuratat e Zotit tënd, se dhuratat e Zotit tënd nuk janë të ndaluara për askë. Dikush thot që Zoti unë po punoj, po s'po m'jep, apishe ai pa besimtari po punon, po shumë ka pasuni. Zoti thot, unë askujt nuk ja humbi mundin e ti. Pra edhe një milingonës nuk ja humbi mundin e ti. Mirë po, mundi i ti dallon prej mundit të besimtarit, sepse nëse unë çdo punë mirë fillon me bismillah. Nëse unë shkoj e hapi një dyqan mëngjes, bismillah, ja Razak, me emër të Zotit, o furnizues, e hapi unë dyqanin tim, i cili është një punë halal, është një real estate agencion, është një dyqan që shetin gjana ushqimore, rroba, tesha, e tjera, butik, unë e hapi në emër të Zotit. Po si kime mund ti me hapë në emër të Zotit, një bismillah, një vend bigjozi, bismillah, një vend ku mrenda është alkoholi, bismillah, ku ti e qetë gotën e rakis dhe shkon e shërben një myshteri. Prandaj, nëse çdo punë e mirë fillon me bismillah, nëse në këtë gotë ka alkohol, ka raki, ti s'mundesh me thonë bismillah, po e pi këtë rakin e cila është ndaluar. Prandaj, Zoti thot, unë kërkujt nuk ja humbi mundin e tyre, ata punojnë, mirë po këti tjetri thot, ma në fund ja shkatrojnë në temel dhe e marrin pasunin e ti fëmijët e vetë si mallkim, ndërka që ky që beson te Zoti, këti vetëm i rritet dhe i shtohet. Vazhdojmë. Shiko si e kemi dalluar disa prej të tjerëve, por në atë botë me të vërtet do të kenë shkallëzim edhe më të madh, por edhe përparësi më të theksuara. Pra shumë e kuptueshme në këtë botë. Mos bën me Allahun zot tjetër e të mbesësh pa përkrahje dhe i nënçmuar. Kur ti për shembull nuk i beson Zotit tënd, ti beson vetëm fuqisë tënde, edhe thu ti unë jam të punu, unë, pra egoja aq shumë rritet, aq e madhe bëhet, sa që thot ti mbesësh pa përkrahje. Zoti thot, okay, masi ti po thu unë, e nuk po e nisish një punën të ditës me bismillah, tawakkaltu ala Allah, po e në filloj ditën o Zot, po mbështetem tek ti, o Allah, atëherë të njëjtën punë ti e bën me shumë nervoz, me shumë vështërsi, ndërka që besimtari të njëjtën punë e bën me shumë lehtësi dhe pa qenë i nënçmuar. Zoti yt ka përcaktuar që të mos adhuroni tjetër përveç atij dhe të silleni mirë me prindërit. Nëse shikoni, adhurimi i Zotit është i barabartë
Pra me njëherë, mas adhurimit Zotit, vjen sjellja e mirë me prindrit. Nëse ti e ki sjelljen e mirë me prindrit e tu, atëherë edhe adhurimi ndaj Zotit është në vendin e vet. Mande vazhdojmë. Nëse njeri prej tyre ose të dy përjetojnë pleqëri të ti, mos u thuaj of, e as mos u fol me zë të lartë, por të drejtohesh me fjalë respekti të plot. Pra për prindrit, pra ti t'ja zgjasësh krahun, pra t'ja zgjasësh ndihmën dhe as mos t'i thuash of. Shtri përpara tyre krahët e përullshmërisë dhe thuaj, o Zoti im, ki mëshirë ndaj tyre, siç kanë pasur kujdes ata ndaj meje në vegjëli. Kur t'ja jep nonës diçka edhe babës, kur mos e le që nona jote me pas dorën e shtrirë si të fukaras. Sepse ky ajet thot, shtrihi duart e tua për lutje ndaj Allahut. Edhe gjithmonë, kur t'ja jep diçka nënës tënde, kimja dhënë kështu, që ajo me marë e jo mja qitë në dorë si fukaras. Kjo është pra një respekt që na mëson Kurani, na mëson profeti Muhammed, normal, përmes prindërve. Këtë kulturë unë e kam pa, kur kam qenë në Iran, edhe njerëzit që dojnë me të respektu, sidomos nxënësi, mësuesit, kur nuk ja jep kështu, po e shtrin dorën kështu, edhe me anë gotën, edhe mësuesi e merr. Pra respekti ndaj prindërve është më njëherë pas adhurimit të Zotit. Vazhdojmë. Shtri përpara tyre krahët e përullshmërisë dhe thuaj, o Zoti im, ki mëshirë ndaj tyre, siç kanë pasur kujdes ata ndaj meje në vegjëli. Zoti juaj e di më së miri se çka ka në shpirtin tuaj. Nëse jeni të mirë, ani, Allahu një mend u afal atyre që pendohen. Jepja të drejtën e vetë të afërmit tënd, edhe të varfërit, mysafirit, por mos e shpenzo shumë. Shiko, me një verset kuranor, Zoti i urren njerëzit të cilët janë tamaçar. Me një verset tjetër, i ban të barabart tamaçarin edhe atë personin i cili është dorë lirë së tepërmi. Por këtu, në këtë verset thot, por mos shpenzo shumë. Çdo kujve jepja hakin, edhe të varfrit, edhe mysafirit, edhe të afërmit tënd, por mos shpenzo shumë. Sepse shpenzuesit, që pra ajeti kuranor, se unë se dita që po vjen me njerë mas kësaj, sepse shpenzuesit janë shok të djallit, kurse djalli është mohues i Zotit të vetë. Çfarë krahasimi e ka bo atë personin i cili i gjun pasunin e vetë, nuk ka kujdes. Dhe nëse gjithsesi do t'u kthehesh shpinën, sepse edhe nga vetë Zoti yt kërkon mëshirë dhe shpreson për të, atëherë thuaj ju ndonjë fjalë të mirë. Pra, kur duhet m'ja kthy shpinën patjetër, pra, prindërve që duhet ka raste kur prindrit janë jo besimtar edhe Zoti thot për çështjet e kësaj botës ju duhet mos sjell shumë mirë me ta, a për çështjet e asaj botës nuk jeni obligativ me ja dëgju fjalët. Mirë po thot këtu, edhe nëse ja kthen shpinën, sepse edhe nga vetë Zoti yt kërkohet mëshirë dhe shpreson për ta. Pra, prap ti duhet me kërku mëshirë prej Zotit për prindrit e tu dhe për me shpresu për ta, atëherë thuaju s'pakun doni fjalë të mirë. Vazhdojmë. Mos e rudh dorën fort, por as mos e lësho krejtësisht, e të mbesësh i qortuar dhe pa asgjë.
Dikush shikoni e ka atë modestinë e rrenjshme, edhe hitë si bëhet vonë pëse nuk ka bukë në shtëpi. Thot, çka ka me bo unë, që shtu ma ka shujt Zoti, unë e po punoj, unë e andi këndi, mirë po që shka thot Zoti, mos t'jesh i qortuar dhe pa asgjë. Kjo është një këshill, mos mu bo tamaqar, por edhe mos mu i bo tepër i dorë shlirë. Mos e rudh dorën fort, por as mos e lësho krejtësisht e të mbesesh i qortuar dhe pa asgjë. Zoti yt, kujt të do i afron furnizime të majme, por edhe e kufizon. Kur e sheh Zoti që ti nuk je mirë njohës, kur po ta jep veç po e harxhon, nuk po e menaxhon si duhet, atëherë Zoti thot unë ty ta kufizoj atë pasurinë, dhe mandej thot, ai me të vërtetë është i informuar dhe i sheh robërit e vet. Ai e sheh Zoti se çka po bën. Është një fjalë në gjuhën arabe, kaanat i thonë, kaanat, që nuk kanë gjetë albanologët, nuk kanë gjetë fjalë në gjuhën shqipe. Po e përdor shqimplisht duhet me bë kanat. Kanat do me thonë që kjo, as me qenë dorë shlirë, as me qenë dorë shtrënguar, po me pas kanat. Një rast që po ju tregoj, Imam Aliu ishte duke hecë rrugës në qytet dhe një kasapnic, kasaptora, që shetën kasapnic, aty mishtore, aty e kishin preja 4-5 dele kingja, edhe Imam Alia e shikonte ato delet edhe ai kasapi e pyeti, tha, o Imam, tha, hajde merre, tha, një gjys dele, qojë dhe shpija, tha. Jo bre, tha, se s'm kanë qilu. Ai i thot kasapi, hajde bre Imam, thot, a prej te kam e mit borgja. Jo be, tha, pse, tha, une me robënu mendjen teme, që ty të kam borgj, në vend se me robënu barkin tem. Do me thënë, që kjo është kanat. Jo tash unë e kom edhe t'ja harxoj krejt paret, ose nuk kom t'hi borgj pa nevoj, pra që kjo është kanati. Pra mos e robnoni vetin e juj, që unë e kom borgj ati këti, po ma mi robnoj e barkun dhe boni i lumtur me qaq saki. Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e skamjes, ne u shem edhe ata dhe juve. Mbytja e tyre me të vërtet është mëkat i madh. Kjo ka qenë në ato kohra, por edhe sot mbytja e tyre, mbytja e fëmijëve, abortimi i fëmijëve është mëkat i madh. Dikush aborton e thot, jo, i kam 3 fëmijë, unë me zorë që ta fëmijë, po i këshyri edhe shkon e aborton fëmijën. Sipas mezhebit e Ehlibetit, fëmija nuk guxon në momentin kur e kupton që je shtatzan, nuk lejohet me abortu fëmijën, dhe dietarët e Ehlibetit kanë thënë, simas këtij ajetit është mëkat i madh, është mëkat i madh sikurse me mbyt një fëmijë duke hec. Pra, ama ajo ende si ka hi shpirti ande kënde, disa mezhebe sunite e bëjnë si të lejushme, ndërkaq Ehlibeti kurse si, sepse ata janë vetëm të lidhur me Kuranin. Nuk i pranojnë as një këshill të dietarëve tjerë përveç Kuranit. Prandaj është mëkat i madh. Dhe mos ju afroni amoralitetit, kurvëris, është punë e folliqur dhe sa rrugë shumtuar është. Dhe mos mbytni askë që e ka ndaluar Allahu, përveç kur e kërkon e drejta. Por nëse dikush pa pikë të fajit vritet, atëherë trashëgimtarit të tij i japim kompetencë, por as ai le të mos e teprojë në vrasje, ai është me të vërtet i ndihmuar. Tu tregon që jo, për shembull, mua më ka mbyt dikush, edhe tash trashëgimtari im ka të drejtën me marr hakun të unë, sepse me një verset për nënën e vet. Mirë po, kjo shkon në mënyrë ligjore. Në mënyrë ligjore është vendi i posaçëm, e fusin në burg, mandej e mbysin. Pra, burgim me vdekje, jo me qenë i gjallë, po me vrasje, me mbytje.
Prandaj këtu tregon që kush mund të vritet dhe trashëgimtari gjithashtu mund të vras. Anton Qeta ka tentu me bo faljen e gjaqeve e tjera, ka arrit deri diku, mirë po Anton Qeta ka punu me muslimant, pra me muslimant kanë qenë ata të cilët i kanë falë gjakin njëri tjetrit, mirë po unë kam pa një video kur ka shku tek një krishter, jo bash mirë se ka prit Anton Qetën, sepse neve muslimanve na mëson Kurani që jetën e keni në hakmarrje. Se nëse neve na mbyt dikush edhe hajt se unë ma myti dikush qikën, hajt punë e madhe, ma myti djalin, hajt se pja fali, jo, jeta është në hakmarrje. E mande janë ato shkallët, si shkon, thotë mundesh me ju hakmar, që shta ka mytë edhe në koka për kokë, mundesh edhe me u marrë vesh me ja kompenzu, ajo është 100 deve, s'disa është tepër një shumë e madhe, ose mundesh edhe me ja falë. Nuk mundet me t'i pagun 100 dele, t'i pagun 50 deve në atë kohë, është ajo shumë e fakihve, e juristve që e caktojnë, veç po du me thënë që këtu tregon që në hakmarrje kemi jetën. Mos kish punu Enver Hoxha e ke myt ka myt, na shqiptar deri tash ishim mbyt, ishim mbulu me gjak me njëri tjetrin. Edhe Kurani pra e ka kështu. Në hakmarrje e keni jetën. Nëse ti nuk hakmeresh, ai ka me të nënçmu, ma i forti gjithmonë ka me të shtyp, ka me të myt, ka me të përdhunu, e tjera. Mos paso atë për çka nuk e di, edhe të pamurit, edhe të dëgjuarit, edhe të kuptuarit, për të gjitha këto me siguri ka përgjegjësi. Pra, mos paso atë çka nuk e din. Nëse të thot dikush, për një pyetje i ki 4-5 hoxhallar, ti kanë dhënë 5 përgjigje ose 3 përgjigje, 2 kanë dhënë 1, 3 tjerët veç. Pra ti Zotit këto thot mos paso atë çka nuk e din. Pra nëse ty ta merr mendja jote që prej 5 përgjigjeve që kjo është më e logjikshmja, atëherë çat përgjigje merre. Ajo pse e ka thënë filani edhe unë hajt, po e pasoj. A pa dit çka do me thënë ato çka e ka thënë ai filan fisteki. Edhe të pamurit, edhe të dëgjuarit, edhe të kuptuarit, për të gjitha këto me siguri ki me pas përgjegjësi. Nëse ty të ka thënë Iqbalja, bane qështu, edhe ti se ke fut në kokën tënde, por e ke dëgju filan tjetrin, edhe ke shku edhe ke bani problem, atëherë ti ki me dhënë përgjegjësi, sepse ai thot unë valla çështu e kom ditë. Vazhdojmë. Mos hec mendje madh në për tokë, sepse ti tokën nuk mund ta qash, as ta arrish malet e larta. Mendjemësia është një prej veseve më të këqija që Zoti më shumti e urren. E keqja e tërë këtyre është e urrëtir te Zoti yt. Ajo është një urtësi që ty po ta shpall Zoti yt. Dhe mos i shto Allahu tjetër Zot e të hidhesh në xhehenem, i qortuar dhe i larguar nga mëshira e tij. A ju ka dhuruar Zoti juaj djem juve e për vete i ka bërë engjëjt si vajza? Jo një mend flisni fjalë të mëdha. Kanë thonë që Zoti ka djem edhe ka qika. Ne në këtë Kur'an japim sqarime që ata të nxjerrin mësime, por ai edhe më tepër u ashton të huajsimin atyre. Ata të bëhen të huaj prej ditunive të Zotit. Thuaj, po të ekzistonte ndonjë tjetër Zot përveç atij, siç po thon ata, të krishterët, këtu e ka për të krishterët, ata do të kërkonin rrugë për te poseduesi i lartë madhërishëm.
qoftë lavdëruar ai dhe shumë lartë mbi atë çka flasin ata. Atë e madhërojnë 7 qiej dhe toka, dhe gjithçka ekziston në to, dhe gjithçka, çdo send që ekziston në brenda këto 7 qiej dhe në tokë. Dhe nuk ka asgjë që nuk e madhëron me lavdata, por ju nuk e kuptoni madhërimin e tyre. Ai është me të vërtetë i butë dhe shumë falë. Kur lexon Kur'an, ndërmjet teje dhe atyre që nuk i besojnë botës tjetër, ne vejmë një perde të fshehtë. Atë njerëzit, pse na shajnë, pse na fyejnë? Dikush thot, po shumë bre po të shajnë, bre zoja Iqbale, shumë po të shajnë. Është shumë normale, se sa më shumë që del në sheshe vërteta, aq më shumë gënjeshtarët trazohen, sepse ata e shohin veten që janë me gënjeshtren, nuk janë me të vërtetën, dhe egoja e tyre nuk e lën me shkel gënjeshtrën dhe me thënë valla Iqbalja e ka mirë. Prandaj shejtani këtu punon që ata me sha, me fy, sepse ata nuk janë me të vërtetën si që je ti, që po e lidhin qëtë ajet kuranor. Mirë po, shikoni, pse na duhet me duru kur të tjerët na fyen, na shajnë. Madje, na si ajo gja që u bo nervoz me këtë katolikin malsorin e Montenegros, shej malsori, që apo të qfar sheja i s'ka lidhje as prift nuk është, e lere mo shej. Shej është prej fesë islame, prej muslimanëve, a i filloj ja kap ke dorën e i tha idiote sëndë, jo, pse ti po nervozohesh kur profeti Muhammed gjallë duke qenë, a i ka qenë i shar, i fyer, shuplak ja kanë fut ftyrës, ja kanë gjujt zort prej barkit devës, qëshe kanë prej delen, në realitet, komplet plancin e devës me bagla, me send ja kanë gjujt prej kulmit në kokë, Fatimja ja ka fshi ftyrën. Do më thënë, ti edhe kur ka qenë gjallë profeti e kanë shajnë. Nuk është problem se ty ta shajnë profetin, por ti vetëm mundesh me hesht edhe me dalë prej ati vendit, ku shahat Zoti, ku shahat profeti, e keni mëkat njësoj si kurse ju me shajt profetin, me shajt Allahun. Sepse Allahun thot në Kur'an, thot, mos ja shani zotat e tyre, sepse ata më pastaj më shajnë mua. Që do me thënë, ti e shkaktar, pse po e sha, unë jam shkaktar, pse po ma shajnë Allahun tim, sepse unë po hy në qatë grup ku më shahet Allahi edhe pejgamberi. A unë me luftu për pejgamberin pse po ma shajnë, nuk ka hiq nevoj, unë mundu vetëm me qenë qetë, edhe ka dalë me dalë, e jo, sepse vetë pejgamberi tu kanë gjallë e kanë shajnë. Gjithmonë njerëzit e Zotit, profetët, njerëzit që kanë tregu të vërtetën, i kanë thënë gënjeshtar, i kanë thënë magjistar e tjera, i kanë shajt, i kanë poshtru. Prandaj, duhet me bo durim me bo, sepse Zoti thot febeshiri sabirin. Të gjitha këto shamjet, fyerjet që mi bojnë, unë vetëm bëj durim sepse e pes një ditë kur do të mbjen myshde. E cila është ajo myshde atë sabirin, febeshiri sabirin. Jebi myshde durimtarve. E myshdja ime është sekret. S'du më tregu. Inshallah, Zoti ma plotëson dëshirën. Kurse në zemrat e tyre, thot, kur lexon Kur'an, ndërmjet teje dhe atyre që nuk besojnë, tash këtu në internet sa janë, afër 300-400 veta, edhe ka njerëzit që veç rasisht ka hyrë dhe nuk beson, edhe she që shane, që shfyën e tjera. Dhe thot, ti nuk i besojnë botës tjetër, ne vejmë një perde të fshet, ata kanë perde, edhe ti duhet me kuptu që ai ty nuk të beson, ditë e natë foli, sepse ja ka vu Zoti perden. Kurse në zemrat e tyre një mbuloj që i pengon për ta kuptuar dhe i bëjmë të shurdhër
dhe ti kur u përmend Zotin tënd në Kur'an, atë të vetmin, ata të friksuar i japin këmbëve. Do më thënë, ata edhe kapre tynve që hikin, thotë, a dhe në prizren, thënë, ato gratë e mosh me thënë, aman, pash Zotin më s'kallëzo për Islam se mandej, po kur e di, duhet me bo. E kështu ma mirë s'pedi, pra hikin, ka pas edhe kështu besimtare, bili muslimane. Ne e di mirë se zhduan mizorët të dëgjojnë, kur vinë për të përgjojnë, të shikojnë pra, kur përshpërisin, ju vetëm pasoni një njeri të më gjepsur. Kjo është me magji, e kanë kap magjit, ata me zveti dhejnë. Ne di mirë se zhduan mizorët të dëgjojnë. Këtu është një fjalë amerikane dhe na shqiptarët e menqëm, i marim të gjitha këto të gatshme dhe thot, duhet me fol çka ai po kërkon. Jo çka ti din, po ai çka don. Jo më rezotni, ai çka don, unë nuk di çka ai don. Po unë di çka duhet me i thonë. A ti, nëse nuk i pëlqen, ai jam bath këmbëve. Kështu Zotin. A nëse na i dëgjojmë këto motivational speaker amerikan të Turqit e këta dim kush i thënë, dhe e lojmë anash Kuranin, e lojmë anash profetin, jo, ti duhet me fol ato çka ai e don për balë teje. Vërë mja fitu zemrën, ti së mja fiton zemrën se ti i bash automatikisht hipokrit. Ti nuk e thuni të vërtet. Që se ti mendon se po del po ballafaqohesh ti me kundërshtarin, se ai nuk me pranon të vërtetën, prapë ki ilaçin. Allah i tha, unë po me dashta tër botën e kisha udhëzu. E jo t'ja është o pejgamber, ti thuja, e imja është me udhëzu. Këta këthen, psikologji e gjallë e njeriut është përmes frymëzimit të Zotit. Prandaj, mos i dëgjoni shumë këto thonjet e huja jo muslimanëve se bini në humner. Shi me çka po të krahasojnë ty, prandaj bredhin dhe nuk mund të gjenë rrugë të drejtë. Thonë, a kur të shëndrohemi në eshtra e pluhur ne si kur krijesat e reja të reja pas kemi për të ringjallur? Domethënë, na kemi më bë pluhur e pas kemi më ngjallë si krijesat e reja, thuaj. A doni të jeni gur ose hekur? Zoti i thot Muhamedi thuj atyre. Ose çfarë do krijese qoftë për të cilat mendoni se nuk mund të ringjallen, po kush do të na kthej neve në jetë? I pyet. Profeti i thot thuj atyre, po kush ka më na kthy Zoti në jetë? Ati çfarë do krijes që don me kon? Shiko tash ka i thot, do të thonë e ti thua ju, ai i cili ju ka krijuar për të parën herë, e ata do të tundin kokën ndaj teje dhe do të thonë, kur pra, hajde mas i pathu që mas toke pluhur pas kemi mu bo, edhe kam e narin gjallë, atëherë kur pra, pa besimtarët gjithmonë s'kan pas sabër. E ty thuaj, ndoshta së shpejti. Atë ditë kur t'ju thërras dhe ju do të përgjigjeni duke i falenderuar dhe do të mendoni se keni mbetur vetëm një kohë të shkurtër. Vetëm një kohë të shkurtër. Pra, koha në mes të hajatul berza, koha në vorreza, në gjyshjem, së të gjyshjem që kanë vdekur, ajo është një kohë shumë e shkurt, po për neve ndoshta është e gjatë. Prandaj thot, ani, masi po besoni, që prej pluhurit, prej eshtrave që e këmë ba pluhur, kom jo ringjallë, ani kur, pyete Zotin tënd, thotë së shpejti. Vazhdojmë. Dhe thua ju robëve të mi, le të flasim vetëm fjalë të mira, sepse djalli ka ngatruar diçka ndërmjet tyre. Djalli është me të vërtet armiku i afërt, i hapur i njeriut. Zoti juaj u njeh shumë mirë, nëse do ai ju mëshiron, e nëse do ju dënon. E ty nuk të kemi dërguar përfaqësues të tyre. Dikush
profetit I thot, ty nuk të kemi dërgu përfaqësues të tyre. Këtu të na, gazetarë sidomos, ose në për TikTok, po ti kanë po I përfaqëson, o zotëria, I pejgamberi se ka përfaqësu ymetin e vetë, njerëzit e vetë që I kanë djek, e lene une. Mu më përfaqëson Kurani edhe profeti Muhammed, ehli bejti. Unë e përfaqësoj vetën teme, I gbalën si islamologe, si letrare, si psikologe, kaq. Zoti yt e di më së miri se kush janë në qiell dhe kush në tokë. Ne I kemi dalluar disa profet nga disa të tjerë, kurse Davudit I kemi dhënë Zeburin. Pra Davudit Zeburin, Musës Tevratin, Isës Injilin dhe profetit Muhammed ja kemi dhënë Kuranin. Po të gjithë I kemi dalluar. Thua ju, lutjuni atyre të cilët I keni trajtuar si zotër. Tash Allah I thot pejgamberit, thua ju atyre njerëzve që I kanë besu si zotra, lutjuni atyre të cilët I keni trajtuar si zotër në vend të atij, por ata nuk do të mund t'ju lirojmë nga ngushtësit e as t'u shmangim. Ata të cilëve t'u luten këta, pra pa besimtarët, vetë kërkojnë mënyrën se si t'i afrohen Zotit të vetë dhe shpresojnë në mëshirën e tij dhe I friksohen dënimit të tij. Dënimi I Zotit tënd është një mend për t'ia pasur frikën. Dhe nuk ka asnjë vendbanim të cilin ne para ditës së gjykimit nuk do ta shkatrojmë. Krejt ka me shkatru, ose ta ndëshkojmë me dënim të ashpër. Kjo është e evidentuar në libër. Neve nuk na pengon asgjë që të dërgojmë mrekulli, Zoti thot, pra, përveç faktit se popujt e lashtë nuk u besonin atyre mrekullive. Themudit si mrekulli I dërguam devën, por ata bën krim me ta. Themudi ka qenë populli në kohën e Salihut, pejgamber alayhis salam. Ndërkaq me mrekullit I dërgojmë vetëm për t'i friksuar. Shikoni, tash me ardhune me thonë, njerëz, unë jam prej sot pejgambere. Edhe, si keni me mund ju me mbesu? Përveç nëse unë kisha bërë mrekulli. Prandaj, me mugjizët nuk janë mrekulli toksore, këto sikur cirkëve të ndryshme. Mirëpo, janë mrekullit hynore që I thënë në gjuhën arabe mugjize. Dhe për me I besu Salihit a.s. ata I kanë thonë, okej, masi ti po thu që je I dërguar I Zotit, na pedojmë një deve, me qenë kështu, me qenë shtatzon, me pas kësh si ngjyre, si ato qimet si ngjyrë Ducati, këto, ma në fund prapë nuk e kanë besu edhe kanë marrë, kanë therë devën e Salihut a.s. Themudi pra. Çdo lloj mrekulli Zoti I ka dërgu dhe më në fund nuk I kanë besu. Sa jemi kur edhe e kanë mbyt devën. Sa jemi të mrekullit, kur e pyesin profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, I thënë, ja Resulallah, ne po të besojmë që je I dërguar I Zotit. Por thotë, çdo profet para teje ka pas mrekulli. Edhe pse edhe profeti Muhammed ka pas mrekulli gjithmonë mbi kokën e tij ka hec një re dhe kur se ka prek dielli, kur ka hec në për rrugë, kur ka pas nevojë mos me prek. Si ambrell. Mirë po, ato s'ka dasht profeti Muhammed këto mrekullit e vogla me I tregu, por ai ka thënë, thot shiko, çdo mrekulli që kanë pas profetët, ato kanë përfunduar së bashku me amshimin e profetëve, me vdekjen e tyre. Isa a.s. I kanë gjallë vdekmit, Isa ma nuk është. Pra, edhe të vdekmit s'ka kush I ngjall, vetëm Allahut, edhe ato I ngjall në botën tjetër, jo në këtë botë. Po ajo ka qenë mrekulli e Isës. E Salihu, e Musa a.s. e ka pas pra dorën kur e ngrejte komplet nuri u boj ke dritë. Atë shkopin, bostonin kur e gjujke ju bon të gjarpër e tjera. Thot, ja Resulullah, po ti thot, qëfar mrekulli ke?
thot, të dashurit e mi, mrekullia ime është jo vetëm sa jam unë këtu, po mrekullia ime është për të gjitha kohrat, për tani, gjersa jam unë, edhe kur të shkoj unë, edhe deri në ditën e Kiametit. E ajo është Kurani fisnik. Pra njeriu përmes studimit, përmes thellimit në fjalët e Zotit, ai mundet me bë mrekulli. Prandaj edhe janë të njohur evlijat, të cilët kanë bë mrekulli me një tërrafim, me një fjalë, me një ajet e kanë gjetë vetin. Me një ajet e kanë udhëzu një mahall, një popull. Prandaj gjithmonë kanë pas ato evlijat përpara. Në Piran është një fshat atje, ka dugagjini ma shumë, janë tyrbe të ndryshme, janë shehler të ndryshëm përpara, ata kanë qenë njerëzit e devotshëm. Dallojnë prej këtyre shehlerëve të sotshëm. Ata pra kanë qenë evlija. Dhe mrekullia e çdo kohës është Kurani. Dhe kur të patën thënë, Zoti yt i përfshin të gjithë njerëzit, kurse ëndrrën që ta paraqitëm, edhe drurin e mallkuar, në Kuran janë vetëm prova për njerëzit. Ne i tmerrojmë ata, por kjo u arrit atyre më tepër, edhe ashtu mosbesimin e madh. Pra, ky është një verset që kërkon shumë studim, pra shtjellim na merr gati një orë, pra Isra, ajeti 60, dhe thot Zoti yt i përfshin të gjithë njerëzit. Kurse ëndra që ta paraqitëm, këtu është shpak, thot fjala u drejtohet politeistëve në Mekë, të cilët e konsideronin engjëjt si vajzat, ndërka kjo tjetra. Pra, do me thënë, në prag të luftës së Bedrit ke parë ëndër se politeistët, ka parë ëndër profeti, do të humbin. Pra, politeistët ata idhujtar që kanë besuar në shumë zotra. Këtu a ke treguar besimtarve dhe i ke tremruar. I tregon profeti Muhammed, sot qërin Bedër, na kemi me fitu. Edhe pse ata kanë qenë shumë. Për këtë dërgjuam edhe politeistët dhe u tallën me këto fjalë. E dikush prej muslimanëve ka shku, prej besimtarve i ka treguar edhe atyve politeistëve, pra, edhe ata kanë fillu me kish, me baj gare, sepse në Bedër ka pas shumë pak musliman, numri ushtart e Bedrit. Dhe ata kanë fillu, thot, me u talë me këta, që ka jeni të folë, qarti, na jemi shumica, na kemi me fitu. Vazhdojmë. Dhe kur u tha me engjëjve, bëni sejdë Ademit, ata të gjithë i bën sejdë atij, përveç Iblisit. Si ti bëj sejdë, tha ai, atij të cilin ti e krijove nga balta. Shikoje këtë të cilin e ke ngritur më lartë se mua, tha, nëse më jep afat, deri në ditën e Kiametit, me siguri, përveç një numri të vogël të gjithë pasardhësit e tij do t'i shkatroj. Do me thënë shejtani, qatë shumë që e ka tregu veten të fortë, që unë, një numër të vogël të njerëzve, s'kam me mund me i deviju, për të shumicën kam me i shkatru. Shkoj, tha Allahu, dhe ata të cilët të pasojnë ty, ani, xhehenemi është shpërblimi mjaftueshëm për ju. Këtu tregohet se sa i mirë është Zoti ndaj krijesave të tij. E na prindërit ndonjëherë ankohemi pse fëmijët nuk i kemi në rrugë të cilët ne dëshirojmë. Po këtu Zoti do të thoni, s'ka problem, unë i kam kriju krijesat e mia dhe ja kam dhënë vullnetin e lirë. Edhe i kam thënë, shiko, kjo është udhëzimi, kjo është shejtani, kjo është puna mirë, kjo kështu, respektoje prindërin, besoje Zotin, dhe bën mirë, e mirë po, ai ty të lënë në vullnetin e lirë. Dhe këtu, tamam shifet ai si me thonë, altruizmi i madh i Zotit që, okej,
Meri, jam krijesat e mia, me dash Zoti thot krejt tër ruzullin toksor, të gjithë njerëzit në botë i udhëzon. Po jo, ai i lën njerëzit e lirë. Unë ta jap Kur'anin, ti ndash hec fjalës Zotit, ndash mos hec. Mirë po, pasardhësit e ti do të shkatrohen. Shkoj i tha i dhe ata të cilët të pasojnë ty, ani xhehenemi është shpërblim i mjaftueshëm për ju. Dhe përvehtëso me zërin tënd cilin të mundesh, dhe përzini kalorësit e tu dhe këmbësorin tënde, dhe bëhu pjestar në pasuri dhe familjet me ta, edhe premtohu, por djalli ju premton vetëm arrena. Pra, edhe Zoti i tregon dhe përvetësohu me zërin tënd, që du me thanë, najherë thot, shejtani nuk mundët ty me të ba dëm pa hitë një shejtan njeri. Kur hynë të një shejtan njeri, sa i tanë kohën ma zemra i bëhet e djallëzuar, atëherë a i ndikon të shokun tjetër, të shoku, të shoqja, të nana, të baba, të gjithë ndikon, dhe këtu Zoti prana jetin 64 thot, bile me zërin tënd kemja përvecu, këtë kanë me folë si masteje. Ai kur i thu për shembull ka raste i thot nana, baba i thot e vlatit, mo bre vlat se sa kështu, aj bre bab se krejt janë qështu. Do me thënë, ai nuk e din se krejt tha po shkojnë festival, krejt po bëjnë kështu, krejt të gjithë janë kështu, krejt po vishën kështu, krejt po cullakohen. Mirë po besimtari e din edhe këto që thot, shumica, janë në dalalet. Do me thënë, nuk gjindet mirësia, mrekullia, lartësia, afatgjatësia, që thama jo, pasuria që trashagohet, njëni pas tjetëri, nipe stërnipe, derin ditë kiametit, pra, sepse shumica, thot Zoti, janë në humbje. Po prej shumicës dëshiron që Zoti t'i nxjerrë njerëzit e vetë më të mirë, më të dalluar. Dhe aty ta tregon forcën e vetë. Kurse ti me të vërtet nuk i kush çfarë pushteti ndaj robërve të mi. Ti mundesh me marrë qatë llomin, një shka shumë shok, po ka lum, janë si lum, po janë si lum në realitet. Prandaj thot, por robërit e mi të mirë kur s'ke me mund me i marë, dhe si përfaqësues mjafton Zoti yt. Zoti i juaj është ai i cili vetëm për hir tuaj në lëviz lundrat në përdet dhe që të kërkoni dhuntin e tij, sepse ai ndaj jush është mëshirëplot. Pra lundrat në përdet. Besoj edhe një faqe edhe po e përfundoj, tamam që me dal gjysa e gjyzit. E shpak ju lutem, se vajnë katë kut, edhe ka që pra po e përfundoj. Po, tamam, edhe veçëm edhe që të faqe. Vazhdoj. 67. Kur ju godete papritura në det, atëherë i humbni ata të cilëve u jeni falur, përveç atij. Pra, kur kina i fatkeqësi edhe ateisti në aeroplan, kur e sheh që pindodh ajo turbulenca ose diçka, ai prap fillon me u lut, po se din ku na i lutet. Prandaj edhe këtu Zoti thot, kur ju godet papritur në det, diçka një lundrim i madh, atëherë i humni ata të cilët u jeni falur, përveç Allahut. Mirë po, kur ai Allahu ju shpëton në tokë, ju ja ktheni prap shpinën. Njeriu gjithmonë është bukshkelës. A jeni të sigurt se dikush thot, a valla une me pas pasuni, mu boj pasër, une kom i kqyr me qindra mije fukara, kom e ba ato këto? Po jo.
Ai çka është bukshkeles, njeri është bukshkeles prap, ai harron premtimin e vet. A jeni të sigurt se ai do t'ju shpjerë ka toka ose se nuk do të lëshoj kundër jush fërfëllës me rër, e atëherë nuk do t'i gjeni vetës shpëtim fare. Fërfëllës me rër, do më thonë si tufa të mëdhaja prej zallit, si tornado që i thënë. A jeni të sigurt që Zoti këta nuk mundet me bote juve, i pyet Zoti. Ose a jeni të sigurt se ai Allahu nuk do t'ju kthej prap në det dhe t'ju lëshoj fortunën dhe t'ju përmbys për shkak se keni mohuar ekzistencën e Allahut, atëherë nuk keni për të gjetur se kush do ta marrë në përgjegjësinë për juve. Ne me të vërtet i kemi nderuar bijtë e Ademit. Kur thot Zoti ne, kjo do më thonë Allahu dhe të gjithë ata shërptorët e Zotit në një farë mënyre engjujt të cilët kanë qenë tanë kohën në shërbim të Zotit, as nuk flenë, as nuk koten, pra ne, thot këtu Zoti, sepse vetëm për rret ka disa, vetëm engjujt ka disa mija lloje të engjujve, disa engjuj janë vetëm që i lëvizin rret. Ne me të vërtet për të ra Shqipra, ne me të vërtet i kemi nderuar bijtë e Ademit, i kemi shëtitur në për toke, në për det, dhe i kemi furnizuar me ushqime të mira e me shije, dhe u kemi dhënë përparësi të mëdha ndaj shumicës që i kemi krijuar. Atë ditë kur të thërrasim tërë njerëzit me gjithë prijesit e tyre, atyre të cilve libri i tyre do t'u jepet nga e djatha, do t'a lexojnë librin e vet dhe nuk do t'u bëhet pa drejtësi as sa të zit e thonjit. As edhe një pikë e zezë e thonjit. Me qenë thoja është i bardhë, edhe një pikë e zezë e thonjit me qenë Zoti thot nuk kom me bë pa drejtësi. Cilën ditë, në ditën e kiametit, kur do t'i thërasim tërë njerëzit me prisit e tyre. A wow, çka u botash, kush është prisi im? Kush është lideri im? Udhëheci im? Të gjithë njerëzit kanë mi pas prisit e tyre, imamin e tyre. E ti pyete veten, shko pyete hoxhën tënd. A surja Isra, surja e 17, ajeti 71, 17, shumë kollaj, vetëm numrat i ndroni. 1, 7, 7, 1. Pra, pyeteni hoxhën e juj, masi pas kemi mund në gjallë me prisi tanë, çdo popull thot, thrasim dhe njerëzit me gjithë prisi, atë ditë kur të thrasim tërë njerëzit me gjithë prisit e tyre, atyre të cilve libri i tyre do të jepet nga e djatha. Këta janë të udhëzuari. Sa atyre që jepet nga e djatha, ata e din kanë prisi jonë. Prisi jem është Imam Mehdi, alayhi salam. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wa ali ka thënë, kush vdes pa e njoft imamin e kohës vet, ka me vdek sikurse në kohën e gjahiljetit, ignorancës, që i bie pra koha ignorancës si mos me qenë musliman. Dhe ky hadith, tash mos ta marr me referenca, sepse në kanalin tim në YouTube, shkoni Ikbale Huduti, në playlist e keni Ehli Bejti, dhe aty i keni mase 80 epizoda që flasin vetëm për imamët, vetëm për Ehli Bejtin. Dhe pyetni njerëzit që me kështu e ka Kurani, që ta njihni sa ma shumë Kuranin, aq ma shumë zemrat e juja ju paqërohen, jeni të kënaqur, jeni të lumtur, çka do me ju ndodhjet, por edhe ndërkohë e keni realizu një fjalë të Zotit. Prandaj, na prisi janë është Imam Mehdi. Imam Mehdiu i ka edhe liderët e vetë, nipat edhe stërnipat e vetë, që si mbas Ehli Bejtit janë
edhe gjallë, pra janë ato imamët dietarë të mëdhej, merxhat të cilët e mbajnë gjallë sunetin e profetit Muhammed dhe neve na udhëheqin, na tregojnë liderët e tonë që cilët janë shpirtëror, por ka dhe për tyve që janë edhe shpirtëror, janë edhe politik, mirë po neve që nuk jetojmë në vendin e tyre ku ata jetojnë, si që është për shembull Irani, neve na mjafton që ta kemi lider ton shpirtëror për udhëzime të jurisprudencës islame, çka duhet me bë kur për shembull ishte ajo koha e vakcinimit, a duhet me i marr vakcinat, a s'duhet, për çështje shpirtërore e tjera, për çështje të fesë, për shembull pyetët a bën me pi cigaren, për shembull rehberi Ali Khamenei, ai thotë për ata që nuk e kanë pi kur, për ata është haram. Për ata të cilët e kanë pi cigaren edhe tash e kanë dëgju këtë fetvën time, nëse mundën me lanë, fetva është dekreti, që ajo urdhri, që ajo këshilla e tij, kështu se mundën me lanë, le ta lanë. Edhe 3 ajete po i lexojmë edhe po e përmbyllim. Pra, këtë ajetin 17-71, atë ditë kur të thërrasim tër njerëzit, Zoti ka me thirr, me gjithë prijesit e tyre, atyre të cilve libri i tyre do t'i jepet nga e djatha, do t'a lexojnë librin e vetë dhe nuk do t'u bëhet pa drejtësi as sa të zit e thonit. Pra, kur marrim abdes, na gjithmonë të themi, o Allah, të lutem, ma bjerë librin nga ana e djathtë, ma largon nga ana e majtë, sepse si mas rivajeve, tregimeve profetike thuhet se ati të cili do t'i vije ky libri i hapur që e lexuam në ajetet në faqen para kësaj, dhe këtu që po përmendet prap ky libri që do t'i vije nga ana e djathtë, atyre thot që i vije nga ana e djathtë edhe përpara libri i jetës vet, biografisë vet, ata kjo është një shenjë, një signal që jeni prej të mirëve. Dhe o Zot, mos ma bjerë librin nga ana e majtë dhe mbrapa. Vazhdojmë. E kush ka qenë i verbër në këtë botë, kur thot i verbër, nuk ka të bëj me verbërinë fizike të syrit, po me verbërinë sepse nuk e ka pa të mirën edhe të keqen, nuk ka dasht me pranu të bardhën edhe të zezën, e tjera. E kush ka qenë i verbër në këtë botë, do të jeti i verbër edhe në atë botë, dhe ai e ka humbur rrugën keq. Dhe për pak desh të larguan edhe ty prej asaj çka të shpallëm ne, që kundërnisht të shpifësh diçka tjetër e pastaj ata do të konsideronin si mik. Dhe sikur të mos kishim përforcuar ty, gati e lëshove pe sa të pak qoftë. Dhe atëherë me siguri do të kishim bërë të shijosh mundim të dy fisht në jetë dhe pas vdekjes. Atëherë nuk ke për të gjetur askë i cili do të ndihmonte kundër nesh. Kaq të nderuar miq, e përfunduam pjesën gjysmën e gjyzit e pjesës së 15 të Kuranit. Çfarë këtu duhet që të verset, do ta përsërisim, do ta studioj pak se pak më erdhi i çuditshëm. Po do ta shikoj unë me kë e ka pas biseden Allahu në këto visete 83, 84, 85 dhe 86. Herën e ardhshme do ta përsërisim pra dhe do ta shohim pak një shtjellim më gjatë sepse kaloi ora.
1 orë e 19 minuta, zakonisht 1 orë zgjat kjo mësimi në shkollën e diturive kuranore, dhe sot e kemi përfundu gjyzin, pjesën e parë, pra gjysmën e parë të gjyzit 15 deri te gjyzi i 30. Pastaj inshallah kur ta kryjm këtë hatme të Kuranit në gjuhën shqipe, që këto incizime ju i keni edhe në kanalin tim në YouTube nesër, pra të korrigjuara, të edituara në Iqbal Huduti, në playlist gjithashtu lexim Kurani shqip. Dhe kur shkoni aty te playlisti gjithmonë mas mirti komplet, pastaj epizodat mund t'i dëgjoni dhe duke vozit veturën, duke punu në shtëpi, duke la enët, duke pushu, s'keni kohë me marrë me lexu Kuranin, ose se keni edhe Kuranin e Feti Mehdiut për fat të keq, i cili është një prej Kuranëve më të mirë të përkthyer. Mos bëjmë ashtu një krahasim bashkë të saktë, mirë po simas studimeve të mia, duke njoft edhe gjuhën turke, gjuhën angleze, edhe kom pa që ky Kuran është më i qelluari, pra në përkthim, pasi që edhe vet profesor doktor Feti Mehdiu është arabolog, është albanolog edhe është profesor i gjuhës arabe. Kaq pra të nderuar miq, po e përfundojmë dhe po mbesim te Surja Isra, ajeti 87. Ju falenderoj përzemërsisht që ishit me mua dhe mos hezitoni, bëni follow, bëni subscribe, shpërndajeni sepse këtu e keni shpërblimin. Kërkojmë falje për gabimet që i keni bërë në të lexuar apo në shtjellim. Çdo gjë e mirë që keni mund të dëgjoni nga ana ime është për shkak madhështisë së Zotit që ai po më ndihmon që unë ta përcjell fjalën e tij. E çdo gjë që është me gabime është për shkak vogëlsisë sime që unë e lutem Zotin sa më shumë çdo ditë që të më ndihmoj, të më ndriçoj mendjen edhe mua, edhe juve që jeni këtu me mua nëse 1 orë e 18 minuta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, selami, bereqeti, mëshira e Zotit qoftë mbi ju, Zoti ju ruaj.